Në Amerikë do t'jeme Lulzim Bulliq, një gazetar i cili ka ndjekur ngjarjet e Kosovës, por pak nesër bën 26 vjet kur NATO më syni në Kosovë për të, si thonë, për të pasur një sfidë të madhe ndaj Serbisë, por edhe për të qetësuar këto marrëdhënie lufte. Kam në linjë të drejt për drejt Lulzim Bulliqin. Përshëndetje Lulzim dhe të falenderoj për të diskutuar bashkë vlerat e NATO-s dhe sfidat që ajo ka për luftat e atëhershme dhe tashme. Përshëndetje zote Artur për juve, përshëndetje për të gjithë stafin realizues të emisionit tura dhe të radio-televizionit shqiptar. Është kënaqësi gjithmonë të jem pjesë e emisionit tuaj, sidomos për të diskutuar, trajtuar dhe debatuar çështjet të cilat kanë të bëjnë me Kosovën, Shqipërinë, por edhe me komunitetin shqiptar amerikan në përgjithësi. Atëre, kjo nuk ishte luftë, ishte një mision i veçantë i NATO-s, negociata, histori dhe të gjitha këto erdhen, si thonë, me një dhimbje të madhe në Kosovë. Diplomacia funksionoi apo ishim tepër të vënuar ne në diplomacinë e ushtarake ose diplomacinë e luftës? Të themi të drejtën, ky emision i sonten koincidon pikërisht me ditën e nesërme, kur është edhe përvjetori i çlirimit të Kosovës, pra me 12 qershor të vitit 1999, kur alianca më e madhe ushtarake pra Veri Atlantike, e quajtur NATO, intervenoi në Kosovë dhe hyri në Kosovë. Intervenimet e para janë bërë me 24 mars 1999 dhe kjo e zuri vendin e diplomacisë. Meq diplomacia ndërkombëtare kishte vënë në lëvizje diplomacinë dhe format e tjera për të menjanuar një luftë pra në Kosovë, diplomacia nuk i dha frytet e saj, kështu pas diskutimeve dhe dështimit të mbledhjes së Rambujës, e cila u mbajt në Francë, dhe më njëherë pasaj pasoi dhe Pra, cilat ishin arsyet të cilët NATO hyri? Përse NATO, pra alianca më vjetër ndërkombëtare, pra NATO ndërhyri në Kosovë, ishte se pikërisht në atë vit alianca edhe kremtoi edhe 50 vjetorin e themelimit të saj, dhe ajo që ishte arsyeja kryesore ishte për të penguar vrasjen masive të shqiptarëve që pondonin në Kosovë, pastaj për të eliminuar dëbimin masiv të shqiptarëve, të cilët kur dihet se rreth 800 ose 900.000 shqiptar u dëbuan nga vatrat e tyre stërgjeshore, duke u strehuar në vendet fqinje si në Shqipëri, Maqedoni, në Maltezi, por me pas edhe në vende tjera të Bashkimit Evropian. Dhe kjo ishte arsye që NATO pra dëshironte që të pengonte një luftë më të madhe ndaj civilëve shqiptar, dhe ishte hera e parë që Alianca Veri Atlantike intervenoi për çështje humanitare, dhe kështu që intervenimi ndodhi pas dështimit. Si u prit kjo ndërhyrje, Lulzim? Në Rambuje. Si u prit kjo ndërhyrje e NATO-s? A pati ndarje të forta mes fuqive botërore? Të themi të drejtën, e vetmja krizë rajonale dhe globale në vitin 1999 ishte kriza në Ish Jugosllavi, kur dihet se lufta në Ish Jugosllavi filloi pas viteve të 90-ta, duke filluar së pari në Sloveni, Kroaci, Bosni Hercegovinë dhe së fundi në Kosovë, dhe për të qetësuar rajonin e Ballkanit perëndimor pas dështimit të diplomacisë, e vetmja rrugë pra mbeti intervenimi ushtarak i NATO-s, dhe kjo ndodhi pikërisht pra edhe në Kosovë me 24 mars 1999, dhe kështu që kjo ndodhi atëherë kur dështuan të gjithë mediatorit apo negociatorët ndërkombëtar, të cilët kishin filluar aktivitetin e vet diplomatik me arritjen e të ashtiqutur të marrëveshjes së Daytonit për Bosnjë e Hercegovinën, ku delegacioni kosovar por nuk ishte marrë pjesë, ishte edhe pra dhe një portë e hapur që Serbia nuk e ndalonte pra luftën e vet ndaj vendeve tjera të trullit të Ish Jugosllavisë, dhe pikërisht diplomacia ndërkombëtare pra kishte dështuar
dhe pas luftës dhe intervenimit të NATO-s në Kosovë, kemi edhe marrëveshjen tekniko-ushtarake të Kumanovës, pikërisht me datën 9 qershor të vitit 1999, ku atër u arrit një marrëveshje për largimin të gjitha forcave ushtarake, paramilitare dhe policore serbe nga territori i Kosovës, ndërkaq me datën 10 qershor, pra një vit më vonë, ishte ashtu quajtura rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila pra ishte një vendim që Kosova duhet të administrohet nën administrimin ndërkombëtar, apo Kosova duhet të vendosej nën protektoratin ndërkombëtar, dhe kështu që me rezolutën 1244 ju dha mundësia që administrata ndërkombëtare të vendosej në Kosovë, u vendosën rreth 50.000 trupa paqërujtës të NATO-s në Kosovë, por krahas misionit ushtarak u vendos edhe misioni civil ndërkombëtar, si dhe misioni tjetër i administratës ndërkombëtare, dhe kështu që pavarësia e Kosovës pra ishte vetmja rrugë deri te fitimi i plot i lirisë dhe i pavarësisë. Në rastin e vendosjes së administrimit ndërkombëtar në Kosovë, menjëherë filloi faza e parë, që ishin zgjedhjet lokale dhe zgjedhjet parlamentare në Kosovë, pastaj faza e dytë ishte pikërisht pra dhënia e kompetencave apo bartja progresive e kompetencave nga organet ndërkombëtare të administratës ndërkombëtare tek organet vendore, dhe faza e tretë e administrimit ndërkombëtar ishte pikërisht përgatitja e Kosovës në rrugën e vetë drejt përcaktimit të statusit final apo përfundimtar të Kosovës, kur dihet se Kosova pra vendoset që me 17 shkurt të vitit 2008 të shpallë pra Kosovën si shtet sovran, si shtet të pavarur dhe demokratik, e cila pra u pranua nga shumica vendeve demokratike të botës, ndërkaq që menjëherë në vitin 2010 kishim edhe... Më thuaj pak, me qenë se jemi tek mediat në Lulzim, cili ishte roli i ndërkombëtarëve në këtë, ose i mediave ndërkombëtare, dhe si reaguan ata me këtë ndërhyrje të NATO-s? Të themi të drejtën, mediat ndërkombëtare ndoshta kanë qenë jashtëzakonisht të fuqishme me rastin e intervenimit të NATO-s në Kosovë. Nuk ishte parë në ndonjë luftë tjetër që i kishte dhënë më shumë rëndësi intervenimit të NATO-s se sa mediat e botës demokratike. Pra, në Kosovë kemi një publicitet jashtëzakonisht të madh dhe të theksuar pa të gjitha mediave ndërkombëtare, qoftë të gazetave pra më të mëdha më prestigjioze amerikane, pothuajse në të gjitha faqet e gazetës New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Chicago Tribune e tjerë, pra ishin dhe mbretëronin lajme që kishin të bënin për luftën e Kosovës, si dhe për intervenimin e NATO-s në Kosovë, po ashtu pothuajse të gjitha televizionet e botës demokratike e posaçërisht ato në Shtetet Bashkuara të Amerikës, si CNN, Fox News, CBS, NBC dhe tjera, i kanë dhënë pra një publicitet jashtëzakonisht të theksuar zhvillimeve të luftës në Kosovë, kështu që Kosova ishte pothuajse në fokusin e të gjitha mediave ndërkombëtare, po ashtu media ndërkombëtare i kanë dhënë publicitet të theksuar edhe numrit të madh të refugjatëve të cilët ishin sarguar pra në vendet përreth Kosovës, por edhe ato në vendet tjera të Bashkimit Evropian, por mediat amerikane pra kishin dhënë një publicitet të theksuar kryesisht edhe të gjithë atyre emigrantëve dhe refugjatëve nga Kosova të cilët ishin kthyer pas një viti në Kosovë. Kjo ndodhte për herë të parë që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës u kthyen një kontingjent i refugjatëve nga Kosova, rreth 5.000 njerëzve, të cilët pra kërkonin të ktheheshin në vatrat e tyre. Tash kthehemi pak në sfidat që kishte NATO, i dashur Lulzim, sfidat që kishte NATO për sigurinë terren, për sigurinë dhe cilat ishin momentet më të vështira të sajat në Kosovë. Momentet fillimisht të NATO-s në Kosovë ishin të vështira, sepse territori i Kosovës ishte ende i minuar, ekzistonte rreziku pra për shpërthimin e minave të cilat i kishte instaluar ushtria dhe policia serbe, dhe pothuajse të gjitha mediat ndërkombëtare i dhanë publicitet të theksuar pra numrit të këtyre të minimit të territorit të Kosovës, po ashtu dhe refugjatët të cilët erdhën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk lejoshin që brenda një viti të ktheheshin në Kosovë për shkak të rrezikimit të jetës së tyre pikërisht nga minimi i madh i territorit të Kosovës.
dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës u lancua një program për të ndihmuar të gjitha refugjatët e Kosovës. Ishte pikërisht pra në nëntor të vitit 1999 dhe takimi nën presidentit amerikan Al Gore me refugjatët e parë të ardhur nga Kosova, i cili theksoi se qeveria amerikane ka vënë në dispozicion një fond të posaçëm për refugjatët nga Kosova, por ai theksoi në atë kohë se nuk do të lejohen të ktheheshin përderisa jeta dhe kthimi i refugjatëve nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për në Kosovë do të jetë e sigurt, dhe kjo ndodhi që më së 5.000 refugjatë nga 18.900 sa ishte numri i cili i refugjatëve nga Kosova, të cilët kishin ardhur nga kampet e Maqedonisë së Veriut, pikërisht nga kampet Stenkovic 1, 2 dhe Çegran, pra kishin ardhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, 5.000 të tjerë u rikthyer pra pas një viti në territorin e Kosovës. A kishte përplasje, Lulzim? Instalimi dhe administrimi. Lulzim, a kishte përplasje, sepse nuk ishin vetëm NATO, duhet me ishin pjesë edhe trupat ruse, do të më ishin pjesë. Do më thënë, kishim një përplasje, një pasiguri rajonale në teritorit serbe dhe në teritorit e Kosovës? Pikërisht kishte një përplasje të madhe në mes pra të misionit ndërkombëtar, në mes të forca paqëruese të NATO-s, të cilët kishin edhe misionin e vet që Kosovën ta vënë në administrimin ndërkombëtar, por nga ana tjetër kishte edhe ushtria ruse, e cila kishte arritur në Kosovë përmes aeroportit të Prishtinës, dhe në disa pjesë pra të Kosovës ishin pozicionuar edhe ushtarët rusë, por edhe në pjesën e veriores, në pjesën e Kosovës veriore pra ishin instaluar pjesë të trupës paqëruese të Francës, kështu që kishte përplasje, por më në fund pra Alianca Veriatlantike e udhëhequr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pastaj Britania e Madhe dhe vendet të tjera të Evropës perëndimore arritën që procesin dhe rolin e sigurisë në Kosovë ta marrin përmbisupe, kështu që më në fund Kosova u vendos në administrimin ndërkombëtar dhe kjo ishte e ditur dhe e njohur sepse vendet të cilat vendosen në protektoratin ndërkombëtar janë ato vendet të cilat dalin nga konflikte të mëdha, nga lufta të mëdha, të cilat në të ardhmen përgatiten për sovranitetin e vetë dhe për ta krijuar shtetësinë e tyre. Rastet të ngjashme në praktikën ndërkombëtare kishte pasur edhe më herët pra në marrëdhëniet ndërkombëtare. Rasti i cili mund të merret si analog i ngjashëm me Kosovën ishte pikërisht edhe Timori Lindor dhe vënia nën protektoratin e Kombeve të Bashkuara. Pra ishin modele diplomatike. Timorit po Lindor nga Indonezia në vitin 1999. Një rast tjetër i ngjashëm ishte edhe ndarja e Eritreas nga Etiopia dhe formimi i shtetësisë. Pra kishte modele. Ajo që duhet pyes unë është, më fal Lulzim, ajo që duhet pyes është cilat ishin sfidat logjistike dhe diplomatike për NATO-n gjatë vendosjes së trupave në Kosovë. Pra, kishte sfidat të spostimit, vendosjes, kishte shumë organizime të cilat do i vendoste në jug, në veri, si do i ndante trupat, e pam edhe këtë pjesën, ose e tham pjesën e rusëve dhe e turqve. Pra, probleme logjistike kishte NATO atje? Kishte sfida? Po së përplasjeve diplomatike, pra që kishte Alianca Veriatlantike NATO-s kryesisht me Federatën Ruse, atëherë kishte probleme edhe me vendosjen e logjistikës në pjesë të ndryshme të Kosovës, sepse siç dihet forcat paqëruese ndërkombëtare u lokalizuan në vendbanime të ndryshme të Kosovës, u ndanë dhe u pozicionuan në qendra të ndryshme, në komuna të ndryshme të Kosovës, kështu që në fillimet e para kishte probleme të vendosjes së logjistikës, por edhe të vendosjes së administrimit ndërkombëtar, por me pas siç dihet pra forcat paqëruese ndërkombëtare u pozicionuan në nivelet e duhura me përjashtim të pjesës veriore të Kosovës, pra në vendbanimet pra kishte sfidat cilat i sistemuan. Apo kishte sfidat cilat i sistemuan. Ajo që duhet pyes unë, meqense ju tashmë jeni në Amerikë, e keni parë nga afër, e keni studiuar edhe luftën e Kosovës, më thuaj çik si e vlerësoni pjesëmarrjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës në këtë luftë. Them të drejtën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin vendi kryesor i cili mori vendime pra për intervenimin e NATO-s në Kosovë. Ishte një vendim ndoshta pak i vonuar, por megjithatë i merituar,
sepse në kohën e administratës së presidentit Bill Clinton u zhvilluan takime të shumta në kryeqytetin amerikan në Washington DC apo District Columbia. Takime të ndryshme kishte nga diplomatë të vendeve perëndimore, por kishte edhe nga veprimtarë të dalluar të komunitetit shqiptar amerikan, kur di se lobi shqiptar amerikan, shoqatat, organizatat dhe asociacionet kombëtare të cilat ekzistojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin filluar lobimin dhe sensibilizimin e opinionit amerikan, kryesisht e Kongresit, Senatit dhe Departamentit Amerikan të Shtetit për vujtje të cilët po i përjetonin populli shqiptar në Kosovë, dhe kryesisht pra lobimin më të madh e bëri në atë kohë edhe Liga Qytetare Shqiptare Amerikane apo lobi shqiptar amerikan i kryesuar nga ish kongresiste amerikan me origjinë shqiptare, pra Joseph Diogardi dhe këshilltarja që është ballkanike Zonja Shelly Clovis Diogardi. Pastaj veprimtarë të dalluar kishte edhe nga shoqata patriotike panshqiptare me vjetër e Amerikës Vatra, si dhe nga Këshilli Kombëtar Shqiptar Amerikan që ndryshe quhej NAC, i cili ishte themeluar pikërisht në kryeqytetin amerikan në Washington, me qëllim që të shtojë aktivitetet e veta në zyrtar të lartë pra të Kongresit Amerikan, Senatit dhe... Sepse analiza është shumë e thellë dhe e mundur për ta bërë gjatë. Më thuaj pak nga pikpamja humanitare, si e shikoni këtë ndërhyrje të NATO-s? Po shkurt të lutem një lloj sentence për humanitetin. Po ndërhyrja ndërkombëtare ishte në një farforme dhe arsye çështjeve humanitare në Kosovë, sepse misioni ndërkombëtar pra kishte misionin dhe qëllimin e tyre që të ndihmonte të gjithë personat civil, të gjithë ata personat të cilët kishin qenë të rrezikuar nga forcat ushtarake policore serbe, dhe njëkohësisht pra çështja humanitare ishte një nga çështet kryesore, sepse Kosova përjetoi masakra të shumta në disa vendbanime të Kosovës, ku masakra më e rëndësishme e cila dha alarmin ndërkombëtar se në Kosovë kishte edhe krime kundër njerëzimit, kishte gjenocid dhe kishte shfarosje në masë të madhe të popullatës civile, ishte pikërisht masakra e Reçakut, ku ishte i pranishëm edhe vetë pra ambasadori amerikan William Walker, i cili pra pati një jehun të madhe në të gjitha mediat ndërkombëtare, i cili theksoi se masakra e Reçakut ishte një krim kundër njerëzimit dhe një gjenocid kundër popullit shqiptar të Kosovës. Prandaj masakrat e popullatës civile, e fëmijëve, pastaj personave të moshuar, ishin edhe një shtysë e madhe për të intervenuar në Kosovë, kur dihet se rulin vendimtare kishte edhe ushtria lavdishme e ushtrisë ndërkombëtare të Kosovës, e cila pra luftonte për çlirim të Kosovës, kështu që mendimin e bashkëpunimin në mes të ushtrisë ndërkombëtare të Kosovës, pastaj edhe të Aleancës Veriatlantike të NATO-s, u arrit me në fund edhe liria. Atë Lulzim, e vetmja gjë me që se duhet bëj... Po, Lulzim duhet falenderoj dhe të bëj pyetjen e fundit. Mbas kësaj ndërhyrje, mbas këtyre sfidave, ka pas sfidë tjetër në NATO? E ke parë diku tjetër? NATO, përveç Kosovës, sfidat të tjera NATO nuk është angazhuar, për shembull kohëve të fundit në krizat e konfliktit të tjera ndërkombëtare. Flamuri i paqes për NATO, apo jo? Po, Kosova ishte një nga intervenimet më të suksesshme në historinë pra disa vjeçare të Aleancës Veriatlantike të NATO-s. Prandaj NATO është krenuar me këtë intervenim, saqë edhe liderët më të mëdhenj pra të diplomacisë botërore, duke përfshirë edhe ish presidentin amerikan Bill Clinton, ai ka theksuar se suksesi dhe karriera ime më e begatshme ishte pikërisht gjatë kohës së intervenimit të NATO-s në Kosovë, kështu që NATO mund të themi se ishte një histori suksesi e intervenimit të Kosovë, sepse Kosova me pas i zdihet mendimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, e shpallë dhe pavarësinë e vet, kur themi të drejtën se edhe një vit më herët, pra me 10 qershor gjatë vizitës së ish presidentit amerikan George Bush Eriu në Tiranë, sikur u paralajmërua njoja shtetit e Kosovës, kur ish presidenti pra Bush në kryeqytetin shqiptar në Tiranë me ish kryeministin Berisha, theksoi se mjaft është mjaft dhe bisedimet do të përfundojnë dhe Kosova do të shpallë pavarësinë e vet, dhe pikërisht kjo ndodhi pra me 17 shkurt të vitit 2008. Kështu një nga vendet e para pra që njohin pavarësinë e Kosovës ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës si aleati kryesor në këtë luftë.
Kur di se Shtetet e Bashkuara të Amerikës qëndruan krah Kosovës, pra edhe në kohën e shëndetërimit të shtetit më të ri në Evropë. Lulzim, të falenderoj shumë, falenderojmë që e bëm këtë ngjarje prezent dhe për ne shqiptarët nuk na hiqet nga kujtesa, dhimbja dhe vuajtjet e vëllezërve tanë që morën rrugët me kilometra të tëra për të ardhur deri në kufirin tonë. Lulzim, falenderoj edhe për analizën dhe teknikalitetet që i na solle. Respekt për ju. Faleminderit zotë Artur, përshëndetje edhe një herë për juve, për stafin drejtues të Radio Televizionit Shqiptar, por edhe për të gjithë mërgjimtarët tanë e kënd globit toksor. Faleminderit për mundësinë mediatike. Faleminderit dhe do jemi sërish bashkë.